أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين Allahun subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatet për shëndetjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun i cili na ka bërë të mundur të tubohemi dhe të takohemi në këtë takim të radhës, ku nga mirësia e tij që Allahu na ka dhënë ymër, shëndet dhe na i ka bërë të mundur në këtë shtëpi prej shtëpive të Zotit të ndëgjojmë fjalët e Allahut dhe porositë e Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. E padyshim që kjo nuk është merit askujt prej nesh, por posë mirësia e Zotit për të cilën ai meriton falënderim, andaj falënderimi takon Allahut fillim edhe mbarim. Të nderuar vëllezër, sot me lejen e Allahut do të jetojmë me një histori prej historive të sunetit të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, një rrëfim prej rrëfimeve të cilat ja u ka tregu shokëve të tij. E paramendone këtë rrëfime i ka dëgju Alija radiallahu anhu, i ka dëgju Sumeja radiallahu anha, i ka dëgju Bilali radiallahu an, dhe gjithë këto kur janë torturu dhe janë mundu, këtë rrëfime kanë qenë baza e stabilitetit dhe qëndrueshmërisë në fe. Që do të thotë këtë rrëfime të cilat ne kemi tregu deri tash, kur kemi tregu për huadhënien, kur kemi tregu për drejtësien dhe kështu me radhë të rrëfime të ndryshme, këto duhet të jenë mësime për ne në jetën tonë si duhet t'i zbatojmë. Andaj edhe rrëfimi i radhës me lejen Allahu te bareke ve taala, një rrëfim të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e transmeton Suhejbi radiallahu anhu, i cili hadith gjendet te Imam Muslimi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo hadith është shumë i gjatë, ky rrëfim është shumë i gjatë, andaj do të mundohuna mos mundal në stacione të shumta, po do të mundohuna gjatë shpjegimit të ngjarjes mundal dhe me ndërhyj në dobi të cilat janë momentale. Ky rrëfim e keni dëgjuar shpeshherë, ndoshta edhe prej hoxhallarëve, dikuj prej ju i ka rënë rasti edhe me lexue këtë ngjarje, dhe këtë rrëfim është rrëfimi i djalit dhe mbreti. Një rrëfim i cili ka disa personazhe në rrëfimin e tij, duke filluar nga një mbret i cili thuhet që ka jetuar në Yemen dhe i cili pas ka qenë zullumçar, tiran, dhe pas ka vendosur që tiraninë e tij, zullumin e tij ta forcojë nëpërmjet sundimit që ai Zot. Njerëzit i pas ka friksu me dhunë dhe i pas ka torturu derisa atyre ja u ka shly, ja ka fshin nga kryja e tyre që ekziston madhnia e Zotit xhelle shanu wa xhelle xhelalu. E për me bo këta, ati ju pas ka nevojit një personazh, një njeri kredibil, i cili pas ka bo në gjuhën e tyre mrekulli, në gjuhën tonë është magji, sihr, edhe i kana qenë magjistari, i cili shpesheri pas ka tugu njerëzit dhe në përmet e rejeve, e pas ka bohe, do më dhonën, sikur se emri i mbretit shënohet në qiell dhe kështu me radhë, deri sa pas ka bo njerëzit me arru emrin e Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu. Mirë po, ati pas ka qenë edhe një personazh tjetër. Personazhi i tretë, mbreti, magjistari, është adhuruesi. Është ai i cili e ka adhuruar Allahun murgu, i cili e ka njoftë Allahun dhe ka hik. Ka hik me fenë e tij, kur njerëzit i ka pa që janë duke dashur me mbyt, sa që ka dhonën 100 apo 1000 dinar, më falni, mbretin e atë zaman vetëm e vetëm që me mbyt këtë njeri. Mirë po mbreti, kur e pa që ai është humb nga sytë e popullatës, atëra ai nuk u brengos. Mirë po brenga e tij filloi kur mbreti e pa që magjistari si irbazi i tij filloi të mplakët, të jenë moshë të shtyme, dhe nuk do të mujemi ndihmu mbretit që t'i thoje njerëzve që kjo është Zoti i vërtet, që mi thonë njerëzve kjo është Zoti i vërtet. Andaj, subhanallah, këtu fillon ngjarja. Hadithin e transmeton Suhejbi radiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: përpara jush ishte një mbret që kishte një magjistar, një sirbas.
Kur magjistari u plak, i tha mbretit, unë jam plakur dhe ditëve të mia po juve në fundi. Prandaj më dërgon një djalosh që t'ja mësoj, t'ja trashëgoj dijen time mbi magjien. Pi thot magjistari, mbretja rahat, populli këta pezon Zot, këta pe besojnë, andaj vendosi që ta kese këtë magjistarin sikur mburoj, kur t'i vinë akuzat, ki mu kona i shka i mbro. Mi po magjistari unë plak, e një dit prej ditve i tha, oti, unë e pesho vetin që jam plak, o mbret, ma dërgon një djalosh të ri që unë t'ja mësoj ati magjien edhe të jese për ti mburojnë e të ardhmen. Atëhere, kur dëgjoj magjistari vëllezër të nderuar, këtë këshill edhe mbreti e mur këtë këshill dhe ja dërgoj një djalosh të ri i cili ishte nga periferia e qytetit, i cili ishte i ri në moshën 15 vjeçare. Edhe dëgjoni këtu, subhanallah, magjistarët zakonisht njerëzit e prishur kanë dëshirë vëllezër që të jenë në shërbim të njerëzve të tjerë, duke këshirë që objektivat e veta, të cilët i kanë mund qëllimet e veta, t'i realizojnë me dhunë, t'i realizojnë me torturë, t'i realizojnë me gjithë shka. Edhe kështu ndodhë sot bota vëllezër jemi duke ndalë me pa dunjajën, e shona që i forti e hatë doktin, nuk shikot kush janë të drejtë, a është ai shka në shtëpia e vet apo jabanxhia. Dhe mi duke pa shka ndodhë sot me magjistarët e këtij zamanit, të cilët mundohen me dredhu dhe me shtrembëru të vërtetën, sikurse me popullatën e pafajshme në Palestinë, të cilët i torturojnë, i nxjerrin nga shtëpitë e tyre dhe dalin magjistarët botëror, mediat botërore, dalin njerëzit dhe arsyetojnë krimin makabër, ku për një ditë mbitën 600 veta, për 24 orë mbitën 600 veta dhe dunjoja duke fillu për fat të keqin nga muslimanët, të cilët janë për rreth dhe e shohin atë masakër, atë zullum dhe heshtin, thute që nuk janë me sy dhe janë të verbër, thute që janë të shurdh dhe nuk dëgjojnë, la haula wala quwata illa billah. Në çdo zaman vëllezër, zullumqtarët i kanë mediat e veta. Sikur se në kohën e Firaunit ishin magjistarët, sikur se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin poetët që dilshin dhe sfidojshin Muhamedit alaihi salatu wasalam, kështu ndodhe edhe në këtë ngjarje. Magjistari i tremke njerëzit, i friksonte njerëzit që kim mbretës Zoti, derisa ja ofrojnë mbretit mundësien, ju shiten njerëzit, i për njerëzit, dhe e dike realitetin që kjo këshka është duke bosh imaginat, është do mund diçka e rrejshme, nuk është e realt. Andaj ja propozojmë mbretit që t'ja bera ati një djalosh të rit i cili do ta mbështese në mbretërinë e tina, me mësu ki magjien. Mirë, e gjeti një djalosh në moshë të mesme 15 vjeçare dhe ja filloj të shkojt e magjistarit të mëson nga magjia. Mirë, po ki fëmijë, ki i ri, ki djalosh që shka në hadith djalosh i ri, edhe këtu është vlera e djelmoshave të ri, të cilët duhet të kenë mision. Ki duke shkue e hetoj një plak, një murg, një ibadetxhi, i cili kishte mbet ende duke e njoftë Allahun. Mirë, po kish imigru, dhe imigrimi kimi thonën, izolimi nuk është i pëlqyeshëm me Islam, por pos në disa raste, sikur se ibadeti në 10 netet e fundit të Ramazanit, apo për ndonjë shkak të tjetër me mbrojt fejen tane, lejohet izolimi nga njerëzit. Kështu që edhe ky njeri kish vendos vëllezër që të izolohet, ta ruajë fejen e vet. Dhe e rujti fejen e vet derisa e pa që non stop rregullisht një djalosh i ri kalon rreth shpellësh ku ai ishte i ngujuar. Hadithi është Sahih Muslim. Dhe duke e pa, duke e vëzhgu nga lart, një ditë prej ditëve ra në kontakt me ta. Dhe i tha, shka puna jote që ti në mëngjes shkon në mbrëmje kthehesh? Tha, unë jam një djalosh i ri i cili jam duke u bë magjistari i arshëm i mbretit. Ki plak, ki murk, ki badexhi, vëllezër të nderuar, e kishte një mision, ta dërgojë një amanet, ta dërgojë një porosi të Allahu te bareke ve teala, dhe kështu duhet të jejë se secili prej neve ta kemi dert për brezin e arshëm, a kanë madhuru Allahu. Nuk duhet mu shiku vetëm interesi jon personal. Ne jemi mirë dhe u kry.
Mirë, po ajo shka duhet me ditë secili prej neve është a është brezje arshëm duke shku rrugës të cilën e lip Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Edhe ki plak, ki moshuar, ki badexhi, vendosi vëllazër mu nalen edhe me pyet këtë djalushin shka halli jot, pse ti shkon në mëngjes dhe kthehesh në mbrëmje. I tregoj që unë jam magjistari i arshëm. E i tha shka ban atje, tha unë kështu dhe kështu. Plaku donte të hinte në debat, në muhabet, mirë po u friksonte se helbet në mos pe lajmëron të mbreti dhe i merë si dhurat ata për kokën e ti. Mirë po djalushi ishte i shkath, i mençur, filloi të interesohet kush ka qenë ai njeri në formë që nuk është prezent. Kush ka qenë njeri i cili ëzbe, ka humb nga sytë e popullatës, i than ka qenë njeri i mirë i cili i ka thirrë njerëzit për vepra të mira. U siguru që ki njeri ka në kanën njeri i vyshëm dhe i dobishëm. Andaj vendosi që të shkoje prap të kaj. Kur shkoj të kaj plaku murgu, filloj që t'i jape këshillat e përgjithshme, duke i thonë që duhet me njohë Zotin, Zotja krijuesi, ata të cilën ti e mëson të magjistaria gënjeshtër, është rrenë, nuk është e vërtet. Dhe ti dush me kuptu që kjo jetë e përkohshme nuk do të bëhet dobi, kjo shko ju ban njerëzve dam dhe e mbron zullumin në ditën kur do të dash para gjykatësit, para Allahu te bareke ve teala, do të jep llogari derisa ja zbuti zemrën ki murgu djaloshi që magjistari nuk është në të vërtetë. Edhe mi duke pa personazhi tash ti fokusohet më shumë djali me kanë me këtë murgun edhe jo me magjistarin. Dhe pas një periudhe, pasi që e pa duke mësu, shkon të mëngjes e vinte mbrëmje, ja filloi të vënohet dhe i kishte 2 takime në ditë. Në mëngjes e mirte antihelmin nga murgu, nga ki plaku i devotshëm, dhe u niske për të magjistari. Mirë po u vanonte. E kur u vanonte, vëllezër të nderuar, ai jam shonte ai magjistari dhe e dhunonte që psa vanue. E kur u kthejke për të shtëpia në mbrëmje, u nalke prap të plaku që me mësu diçka nga ai, edhe u vanonte për në shtëpi dhe ata shka i mshojshin dhe e rrifshin. Derisa u anku djaloshi. Djaloshi u anku të kushte ki buri plak i devotshëm. I tha, ja ka fillue magjistari me më torturu, po ma më shon. Edhe këtu vëllezër ndalmi, atër plaku ja dha zgjidhjen dhe i tha, kur të shkojsh ta thuj te magjistari, thuj që mbanoj shtëpijës. Familja po mbanon. E kur të shkojsh te shtëpia, te shtëpia jote i banum, thuj që magjistari është duke më nal me mbanume. Jam mësoj një hile, që e dini që lejohet rejna në disa raste. Rejna ku lejohet? Ku lejohet rejna? Që me fitu pare ma shumë, apo? Qështu më kuptohet që i rejna? Jo, rejna lejohet mi pajtu 2 veta. Rejna lejohet kur njeriu është do anën me familjen e vet, me shoqën e vet, mi thonë që ka më e mira, që ka më e shtrenjta. Lejohet një ashtu në kohë të luftare. Kur ka luftra, lejohet gënjeshtra. Këto i kanë bëhe, do anë sheriati islami i ka leju. E ki njeri e përdori ki plak këtë hile. Dhe i tha djaloshit, kur vano është të mbreti të magjistari, thujmë ka vanu familja. E kur vano është të familja, thujmë ka vanu magjistari. Mirë po ku vanon të aj? Aj u vanon të kush? Të plaku adhurusi Allahu Gjelle Shanu o Gjelle Gjelalu. Lëzër, këtë të ndalemi. A thu valë, ne semi të besushëm që dikush marrë me najkajt halin neve. Unë si hoxhi pari, po thamë, kër e ka dikush një dërt, a vend të dikush të unë me mbesu me më thonë mu e hoxha, qështu e kam një dërt. A i kena lonë dikuj një derë, një kapigjik, që më ardhë ajtë e ti me lip zgjidhje. Apo nemi personi negativ, personazhi negativ në nxarje, e ne jam mbreti, jam magjistari. Gje e vetin, cili personazhi në këtë nxarje, a i mbreti, zullumqar, a i magjistari që i mbështet zullumqarët, a i plaku i cili ju dzon njërzit nga e mira, a i riu i cili i duke lip të vërtetën dhe me triumfu e vërteta. A i minet besu shumë, lëzër. A vjen dikush neve me na tregu një sekret. A vjen dikush prej neve me lip zgjidhje. E këtu duhet mu nalen. Kjo dobi, o lëzër. Nuk ka vetëm rëfimi u knaqëm të ngue. Ne duhet mu nal këtu. Plaku fitoj besushmëri të zemra e ti djalushit të ri. E vlat të tona na besojnë neve. Kjo duhet mu parashu kjo pyetje.
E vllatë tonë, a e kojnë dertin me neve, hallin me neve, apo shkojnë të tjertë? Qose nuk e kojnë dertin me ti, si prind, si bab, si gjysh, ti ki dështue. Qose ti si gjysh në këtë rast, nuk i e kredibil, nuk i besushëm, te vladi jot, te nipi jot, ki dështu. Ki plaku vëllezër me shka e fitoj besushmërien, me sinceritetin, me modestien, të cilin ja tregon të këti djaloshi të ri, dhe i tregon të që ki nuk e do dunjaje, nuk ka si magjistari, i cili a fut në palat, po ki jeton të i torturum, i domon i izolum, dhe këtë këto i fitun zemrën e këti djaloshi të ri. Andaj unë po tham për veti, po foli për vetë vetën, po tham, cili janë roli jem këtë rast? A roli jem që dikush me mbesu mua, me mbesu xhamati, me mbesu xhamia, me mbesu familja, me mbesu shoqënia, cili janë roli jem? E tash të ju vetë në vetveten e juaj. A të beson e vladi jot tije, apo në synin e tan ti je baba gënjeshtar, ti je baba rënacak, ti je gjysh i rënacak. Cili jeti? Cilin roli jeti? Cili personazh je në rrëfim? E djaloshi vëllezër vendosi që këtë hile të lejuar ta përdore. Mi po djaloshi ende nuk ishte i besushëm në aspektin e bindjeve të plakut. Derisa ja filloi vëllezër të nderuar që ki me fitu besushmëri, me fitu e dituri, dhe ja filloi me mungue në prezencën e kujt të mbretit. Dhe mbreti e shifke dhe do gjojke emrin e ti, mi po nuk kish nevoj për këtë djalosh të ri. Kështu që edhe magjistari dal nga dal, e pa që djaloshja ka fillu me bon disa gjona të cilët nuk i bëjnë magjistar. E çka ishin ato? Ja filloj mi shëru të sëmurit, të verberit, qërë që nuk ishin sy, mja u këtit pëmurit. Këtu e vëreti magjistari dhe dal nga dal u të req. Mirë po, mos me hup komoditetin e ti, nuk ja të req i vëretja mbretit çka është duke ndodh. Edhe kështu vëllezër të nderuar vazhdon rrëfimi. Derisa u përhap në qytet që një djalosh i ri, magjistari i ri, ja ka fillu po shëron. E këtu djali filloi vëllezër të nderuar ta përdore këtë hile të davetit, të thirrjes. Derisa një ditë njerëzit u ballafaqua me një kafsh, me një egërsir. Ju kish dalë në rrugë, duke shku ata me bot dobi, me morën ujë dhe mu furnizu, ju kish dalë një kafsh. Edhe djaloshi i ri kaloi aty pari. Kur kaloi aty pari, ata e njohën. Dhe i thanë, o magjistari i ri, o djaloshi i ri, a ka mundësi të na largosh këtë kafsh, se ti je magjistar, e gërsi, s'po mund mi ofrue. Atër djaloshi këtu doshit ta qeste në sfidim të vërtetën edhe të kotën. A anë hak plaku i badegjiu murgu, apo anë hak magjistari? Dhe e mur një gur dhe tha, o Allah, o Zot, qose plaku është në hak në të vërtet, o Allah, largoj këtë kafsh. Edhe e mur gurin dhe e hudhi. E hudhi dhe e goditi kafshën në kokë, dhe Allahu ju nderoft ajo cofi dhe ngordhi. Dhe njerëzit ja fillun, me kry nevojën e tyre, shërbimin e tyre, në dobit e tyre, atër vëllezër shka ndodhi, ju përhap lavdi, nami, djaloshit edhe ma shumë. Mirë po djaloshi, kur ja fillun njerëzit mi ardhë, nga ki moment ke kuptoj të vërtetën. Këtu ai efekti i imanit minjer dominoj. Po këtu kana e vërteta. E vërteta kana që plaku kana në të hak. Edhe ja filloj kush kërkoj ke shërbim me shëru, dhe ke unë këshëroj, shëron Zoti. Pranoj që Zot ka, unë ti të shëroj. Edhe e lutë ka Allahu ja pranoj ke lutjet këti. E shkoj të plaku ja të regojnë ndodhijin e cila ka ndodh me këtë egërsien. Plaku i cili ishte i izoluar në shpel, i tha, o djalosh, ti sot ki arrit një shkallë të lartë, edhe ti sot je më i mirë son. Dëgjoni këtu. Ti je më i mirë son. Mirë po dije që nga ki moment ti ke për të sprovu. Nga ki moment ti ke për të sprovu. Andaj talo amanet, kur të sprovush, mos ka zoku une jam i strehum dhe i izolum. Mos ka zoku qëndroj une. Të lutna, që mos të mbytna. Të ri, mirë po plak e kuptoj që amaneti, mesazhi shkojt e para, alhamdulillah, u arrit e vërteta. Ja filloi tash i shkëndia të ndezët dhe të e vërteta të kaplojë në shoqëri. Se para arsye se ki mbret tiran, zullumqar, e kish humb edhe fjalën la ilaha illallah nga besimi, nga bindjet dhe nga zemrat e njerëzve.
derisa të nderuar vëllezër ja fillu mu përhap emri i këtij djalit. Mirë, po këtu të ndalmi një ndalje të vogël. Ky djalosh ja pas ka fillue, pas ka pas dilem kush është më në hak, a plaku a magjistari, derisa ballafaqohet me këtë egërsirën dhe këtë egërsirë e ka pas si test kush ka me dal në hak. Dhe e pam që Allahu e pas ka dash me lanën këta. Mone me, për më artë e dobija, ka magjistar të shumë. Më artë e dobishmja. Mone me, sot edhe hoxalar që ka hekin. Unë e peceki për hoxalar, se këtë njerëzit e drejtë sot etiketohen me tulifar emri. Shqec, egërsir, ekstremist, radikal, tulifar emri i qesin, vetëm ta zdrojnë. Edhe sot kështu është. Egërsira të ndryshme ki deri me arrit e dobija. Ki egërsir telefonin, e ki egërsir sot mediat, ki egërsir shejtanin, i cili ti të pengon me dalë të dobishme dhe të e vërteta, magjistar të ndryshëm, të cilët ti të pengojnë, që me arë deri të e vërteta, dhe për fat keqin sot, e dini ku është defekti më i madh i joni? Defekti më i madh se ne i na bën këtë populli shpejt, këtë dëshirona shpejt mi mori informatat, shpejt me mësu, shpejt me dëgju, me bo me zgat dersi, ma shumë se gjysore, harrojna, leqe harrojna, po edhe pritojna. Dhe rezultati janë kjo, dhe zërë të nderuar. E kam cekë dhe për përsëris. Ne jemi gjendje me këshill lojën e futbollit 90 minuta, me dëgju debate televizive, mas pa foli ma për këto degenerume që janë Big Brother, Big Brother edhe këto. Këto që njerëzit po rrishin apo kupton jam habit. Pin teta nën kur pianis ka jo loja, tek teti njën dy tek këshirën, kush hinje kush dul, kush hangër e kush pef, kush u puth e kush nuk u puth, kush u dav e kush u bashku. La haula wala quwata illa billah. Me gjona të kota. Ndërsa dersin, e dini shka i ku mori nati, rritet sociale qatë që jam ti mori nati, personalisht une, si në bojnë njerëzit të shpejt, gjithë shka fast food. Ligjeratën s'munët me ngu kur kush ma shumë se 30 sekunda. E keni po? Të une këndo. Si ti se ma shumë se 30 sekunda, një fjalimi dikuj, brrrt, shka i hejci. Ha? Pse se s'ki nerva, i në bojnë njerëzit popull të cilët këtë shpejt i dojna, po s'ka dobi, o dhe zërë. Ti suna rinte e vërtet, o vëllezër, pa u njërsu, pa u munu, pa e morë qëtë gurin, me fug, bismillah, Allahu Akbar, nuk munash, një umet i cili vetëm falet dhe nuk punon, një umet i cili nuk zhvillon, pa keq kuptime, unë nuk jam kundër. Muslimat, elhamdulillah, falmi namaznate, agjerojna, jopna sadako, tana ti bajna, ama si umet, o vëllezër, ku jena në rangun botror? Ku jena në rangun botror? Që jam unë brengos një umet i cili këshirë 30 sekunda ders, ma në men kur nuk di kur gjanë. A i do me hinë gjenet me njëherë. Pas ka me njëherë, Allah, 30 sekunda. Nuk mund është me 30 sekunda me hinë gjenet. Se harron, këta e këshirë 30 sekunda, atë filmin e këshirë 300 minuta. Big Brotherin e këshirë 300 minuta. Ne moshe, a i vërteti që e do gjenetin? A i ti për një met që e do gjenetin? Kimi sprovu. Allahu subhanahu wa taala. Vetëm këtu isha dash mund dal, e di që jam duke dal pak për temës, po do të kthejna prap. Allahu subhanahu wa taala kur na ka kriju me dëshirën tonë, këtë ne kemi zgjedhë xhenetin, apo? Ne kemi zgjedhë, atë që më i thonë juve, ku doni me shkuë, këtë kemi dhënë xhenet, apo? Edhe kjo shumë e logjikshme dhe normale. Mirë po, kur vjen përgjigjja në praktik, Allahu çe fusha, se s'ka këtë xhenetin. Are, linebluekum ejukum ahsanu amala. Allahu thot, ne ju kemi nxjerrë në dunjon tokë me pa se jam vepër miri. Këto a testi, këto a vepra. E çka ndodh vëllezër këtu njerëzit dështojnë. Ai shka e ka i përpikt, edhe testin e ep, edhe provimin e ep, studenti mirë, ai nuk ka alibi arsye. Ndërsa për fat të keqin, një umet i cili do me një xhenet me 30 sekunda harrone. Një umet i cili munohet me ndez me diçka harrone. Andaj këtu plaku shka i thaktina. Këtu të këthejmi në gjarje. Ente ljome a'lemu minni, afdalu minni. O ti voglush, ti sot je maj mirë sone. Ama maj mirë sone me shka me mësim o vëllezër. Se ti ki punu, ki praktiku, ti ki zhvillu, ti ki studiu, edhe të keqen edhe të mirën. Ki orte une sabah kësha me mësu të mirën. Je ko në dobin e njerëzve. Ki dole ki largu e gërsiren, ki shku të mbreti, nuk i mashtru prej pareve, prej nomit të mbretit. Ti sot je maj mirë sone. Mirë për ndalu.
innaka satubtala, mirë po dije që ti ke për t'u sprovu. Suneti Allah në tokë është njerëz dhe mirë sprovohen. Lëzër, me do e mos e vërteta, Allahu subhanahu wa taala do mi pa njerëzit besnik. Këtë në ajna xhenet li, ama hajde puno për në xhenet. Hajde puno, muno zhegit u pakës, njerësit u pakës, në taravi lëzër, me 8 rekate dhe në me një xhenet. Me shka me një ajet. Allah i ka xhenetin let, mos të keq kuptomi. Unë nuk dua ti me isa, Allah i ka xhenetin dorë. Mi po kjo trik, unë me një ajet 8 rekate, ave ne paljova, o xhemat. O kupton? Non, me një ajet ti mi fal 8 rekate për 8 minuta me dalë jashtë 10, e di kanë të mashruti Allahuna, pa Allah ta di be zemrën. Ma mirë fali 2 para Allah, fali ma mirë fali 2 rekate bare Allahu ta di që e ki për një me. Unë sa më thonë të ashtë ta Allahu të e kia se ki se Allah është logaritësi. Po unë e përgjikoj para të formën e jashtme. Kjo është një dukuri shumë e keqe, o lëzër. Që njerëzit i dojnë kitësinet shpejt mu falë, shpejt me dalë, shpejt me mësu, shpejt me hangër, shpejt. Nuk ka krejt shpejt, o lëzër. Gjeneti Allahu të barë këra lip njërsim. Wa innaka satubtala, tha ti dije që me këta, o ti voglush kemu sprovu. E shka ndodhi sprova, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, gjithë ju e dini, vetëm të kthejmë në historinë e pejgamberit pak, kur i erë shpallja, e mur Hazreti Hatixha e qëjtë djali axhës vet, Waraka ibn Naufel. Dhe i tha shka ka ndodhë, tha më ka orë që shtu njoni, më ka thonën për Gjibrilin alaihi salam, që i ka orë shpallja, tha kjo të ka orë ti, shka i ka orë Musa alaihi salam. Andaj, mu kanë t'jam me tyje, kur popli jot ka me torturue. Tha, ato kanë më torturu mua? Okej, tamam. Wa innaka satubtala. Wa hum mukhrijuk, dhe ti kanë me dëbu, kanë me të përzon prej shtëpisë. Tha, dhe prej shtëpisë, prej vatonit tem. Po, kjo është suneti i Allahut. Kush e kap të vërtetën, manë e men, ka mu torturu, ka me pas pengesa në jetë. Nuk mundet, dunjoja Allah zarashetin. Ligjet shka i ka vënë Allah në dunjo, njerëzit e mirë, Allah ka mi spravu. Që me diktu cilën ve për mirë dhe ve për ligje. Kjo është suneti i Allahut në tokë. Allah ka thonë Kur'anin famëlar, Alif Lam Mim, hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah në surën Ankabut po thot Alif Lam Mim, a menduan njerëzit me thonë që ne besuam, e nuk u sprovuam, wala qad fatanna alladhina min qablihim. Allah thot i kemi sprovu popujt para jush. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Allahu do t'i dije cilët janë besimtarët e sinqert besnik, edhe cilët janë ato vetëm fjalë goje. Allahu ka më na sprovu. Kjo është suneti i Allahut në tokë. Edhe më dalje me rrëfimin se ndoshta unë ora shumë këto. Djaloshi vëllezër e kuptoi nga plaku dhe ju shtu bindja që Allahu ka na Zoti i vërtet. Pasi që e gjujti atë gërsirën. Dhe njerëzit ja fillun të përhapet nami i tij, lavdi i tij, që ki njeri, ki djaloshiri po shëron. Mbreti e kishte një këshilltar. Këto personazhi i pest, jo shumë i gat, po heket me një piskene. Kjo këshilltari i mbretit i verbër, i cili dëgjon që djaloshi po shëron edhe njerëzit e verbër. Ata të cilët Allahu i ka privu nga shikimi dhe shkoj me dhurata, flori, ari, altan, i shkoj të ki djaloshi dhe këtë t'i jap, vetëm këthemat pamorit. Po unë s'muj me të aktit pamorit. Këtua ajo aktivizimi shkëndijës që këtu me përdor davetin. Këtu këtë personazh të pest e përdori për davet djaloshi. Dhe i tha, unë nuk mu i tha ti e tha me të shëru. Po kush shëron? Unë e mjekoj. Allahu shëron, po të shme shërue, beso Allahun, e lutmi të ditë bashkë Allahun, Allahu ka me të shëru tije. Kjo e ilaqë. Manë e men, se irbazi, magjistari, një njëri cili të bërmi 1.000 unë të afrini uj shnoshësh, aja rëna sak edhe Moskov magjistar. Aji cili të bërmi 1.000 unë të afrini uj, edhe pu, 14 minuta, aja dalë e regji, bega jo të nego, hiq më shkotaj. Luta Allahun, sinqerisht, durën atë sprovë. Duron atë sprovë, se sot janë shtu edhe gënjështarët fetar, të cilët frinë me bismillah, të cilët e keq përdorin hallin e njerëzve, të cilët mundohen me fitu në hallin korrizin e njerëzve. Edhe menojnë që të Allahu janë të pranumshëm. Unë e kuptoj njeriu me mor hakin e vetë, edhe kjo legjitime.
Mirë po haki nuk ka një shishe ujë për 40 minuta me ta vri 1000 euro Allah. A be filan doktori ti merr me të bëj aparacime. A be ti musu krahaso me ata, ti je tjetër mision ki. Ti je musliman. Ti ata nuk dush me morën profesion, pa ai më kon mision. Ai shka vjen halleliu me a largu hallin dhe me a dhon ofertën, më kon ai i mbrojtur nga seri, nga hasedi, nga msyshi. Fal namaz, ruju, me rabdes, hi me bismillah, dil me selam aleikum. Çto më ja kallzu? Tjerat kush a mbrojtësi? Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu. E kur erdh këshilltari i mbretit i verburi, i tha: "O ti djalosh, shëron, tha t'jap mall, hedije sa dush." Tha: "Ja, tha unë nuk shëroj, nuk i marr këto. Allahu shëron." Atër këshilltari i mbretit e pranoi i fejen e Zotit Islamin, edhe e lutën Allahun dhe ju kthi të pamurit. E pastaj shkoi ati ku e kishte zakon mu ulta i kultu, ku pa ndihmën askujt, se ishte këshilltari i mbretit. E kur e pa mbreti duke mos e shoqëru askush deri te ulësja e tij, i tha: "Kush ta ka kthi synin?" Tha: "Ma ka kthi Zoti im." Tha: "Do me thonë una?" Ja. Tha: "Zoti jem edhe Zoti jot është Allahu." Tha: "Kush ta ka kthi synin?" Tha: "Zoti jem." Atëherë e torturoi, e rrehi derisa tregoi që djaloshi i ri ka qenë shkaktar që ai me besu Allahun dhe ju kthi të pamurit. E pru djaloshin, e torturoi edhe djaloshin, e rrehu, e mytin qytet. Derisa djaloshi tregoi që kush ja ka mësu me besu Allahun. Kush? Plaku. Vëllazër, e këtu ndalemi. E prunën plakun dhe pithën plakut, murgut, ibadetxhias, prano mu kthy në fenë e mbretit, me dhonë që mbreti a Zot, ti kena me talon jetën me shpëtue. Vëllazër, subhanallah, shembulltyra, yrneki, duhet ser me qenë qëndrueshmëri. Dhe më konë stubi qëndrueshmëri, shtylla e qëndrueshmërisë. Paramenon në synën e djalit, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam duke treguar Abu Bekrit, Omerit, Alijes, të tjerëve të rive, djelmoshave të ri sahabeve, mi u thonë atyre: këtë rast, unë pe imagjinoj, mi thonë plaki këtu dështoj. Plaku këtu tha, edi shka, masi djali jo është musliman, ja ka fillu misionin, unë pidham që mbret janë, se ju e dini me dhun, lejot njeri ju me pranue. Me dhun, me thonë, tamam, Amar ibn Yasir e pranoj që boni kufër, mirë po me dhun, illa men ukri wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Allah thotë, kush e thot thënjën e kufrit, e mohon Zotin me dhun, mirë po zemra e tij është e mbushur me iman, nuk është kafir. Mbreti murgu ki plaki mujke para mbretit me dëshmu këta. Mirë po dashni më konë shembull për djaloshin e sakrificë, kështu duhet më konë edhe ne vëllazër. Allah na bon të çndrueshëm, shembulltirë mirë. E shka bani e mur një sharë, mbreti derisa e vnoi mbi kokën e njeriut, e ati plakut murgut, dhe i tha atina që apo kthesh në fe, që mu me mbesu Zot, apo po të mbes e mbyti vëllazër. Qire këtu besimi dhe sprova e këti plakut ka e normale, se ki misione ka pas. Po shka ndodhi me këtë të verbërin, këshilltarin, që i hekët tash ki personazh nga kjera fem. Shumë shpejt hekët. Shpejt hekët. Ki vëllazër, mu i kemi thonë mbreti edhe këti jamur sharën dhe i tha: "Unë tash ti do të godas me sharën të qovë se ti nuk thesh në fejen time që me besu mu Zot." Qëre kujt Allahu ja mundson me shju ambolsin e imanit, aj nuk depi feje. Ki i verbëri, këshilltari i verbërt, vëllezër të nderuar, vitet të tëra kish pas pengesë me pa. Dhe kuptoj që i dhuntia Allahut kana shumë e madhe, që Allahu ja mundsoi me pa nëpërmjet synit, shka kur e besoi Allahun. Edhe i depërtoj imanin zemër. E ku i depërton imanin zemër, vëllezër? Nuk mundet me një lodhje, nuk mundet me një përqeshje nga të tjerët, nuk brengosët. Ne në këtë jetë momentale të cilët e jetojmë, ne brengosmi kur dikush na këshir me si, ki kana të u fala, ki kana të mojtë Ramazana, kja u fal ka sigur qashtua, kana kjo qika me mbulesa, ne jetojna për të tjerët. Pse? Për shkak se ne nuk e kina shiju ambëlsinë e imanit. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam shka tha: "Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban." E ka shiju ambëlsinë e imanit kush
ai i cili e ka pranuar Allahun për Zot. E ky njeri e pasqyuan mbëlsien pasi që e pranoi Islamin dhe e pranoi domon Allahun. Edhe këtu ja hiki kryet. Më falni, e dojti përgjys. Mi po me djaloshin, kthemi te Rafimi, kishte problem. Nuk mund kemi me ekzekutue për arsye se kish popularitet edhe prani në opinion, në xhamat, në popull, ishte që i kishte ndëmu të varfurin, të smutin, ja kishte i gërsirat, populli e donte. E me bo me mit, ka shansa të shumë kundra mbretit. Plakun nuk e njëshin, e mbitin pallat. Ndërsa këshilltarin nuk u bë e madhe, se këshilltar shumë. Mi po djaloshi ishte njëri i dobishëm në shoqëri. Vallë, me bo une me mungu nga shoqëria, a i mungoj dikujna? Unë për veti po tham, ti me bo me mungue, në mahal, vdish me filani. Po shqeqer me që ka vdeka, se ka von pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, gjenazët janë dy llojshe. Ja i rahatum, ja të rahatum prej tina. Shiko në cilin tabor, cila gjenazë je ti. A je gjenazë që kur vdesish, një ma pak elhamdulillah në zullumqar në shkepi mahallës. Apo gjemati kujshit, mahalla, brengosën, mërzitën për hikjen tane nga kjo botë. Edhe solidarizohen, bile me bumet ndodh ti diçka, qonë kret protesta, qonë për ti me të ndihmue, apo ndoshta gëzohen që i ditë ka ndodh një e keqe. Unë po them, ku je ti? Ku jam unë? E djaloshi vëllazër e shfrytëzoi këtë rast, tashti këtu fillon Rafimi, edhe djaloshi nuk mujti me ekzekutu sikurse i ekzekutoi mbreti, plakun, murgun, ibadetxhiun dhe këshilltarin e tij. Atër vendosi që në mënyrë të fsheh, ta likvidon dhe urdhroi ushtrinë që ta morin në natë, në errësirë dhe ta dërgojnë në kodrën më të lartë që ekzistonte në mbretërinë e tij, ku thashë ka jetuar në Yemen, thuhet që rast ka ndodhur, dhe e ka morën dhe ta hudhin nga lart. Mi po kur e kanë marrë dhe duke shku lart, Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu ja ka inspiru këtij djaloshi të ri, vazhdimisht duke thënë në lutjet e tij la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma kfini kema shi'ta wa kayfa shi'ta. O Allah, më shpëto prej tyre siç din ti dhe siç do ti. U drit kodra, ata ran, ndërsa djaloshi i ri u kthit te mbreti. Mbreti u habit. Çka puna me tyje? Çka puna me ti që ti po munosh hala me ekzistue, me çndrue? Atër vëzër, mbreti e menoj edhe një hile apo një likvidim. Vendosi që ta hipe në anije dhe ta hudhin e det të lidhur me litar. Mi pa duke e qua aty dhe hipën në anije, dashti Allah i madhnushëm me inspiru prap djalin duke thonë la ilaha illallah, Allahumma kfini kayfa shi'ta wa mimma shi'ta. O Allah, më mjafton nga sherri i tyre siç din dhe siç do ti. Dhe Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu e bani që ki djaloshi vëzër me shpëtue ra anija u fundos ki ndërsa ki djaloshi u kthit e mbreti ndërsa ushria e tij ishte e mbitur. Vëzër, këtu një ndarje vogël. Mone men, ti në synin e tiranve, në syrin e atyre që të shfrytëzojnë, ti e numër, ti e lamferi dhe pijuni i cili ti shfrytëzosh. Në momentin që ti humb, ata nuk vajton për tyje. Partia nuk lodhët, partia vjen qetri, ti e le, shkon ai qetri, vjen ai qetri. Ti e numër, ti nuk i kurkushi. Këta kuptoje, kështu ndodhi. Në personazhat e ushtrisë nuk cekëm, bile mbreti su mërzit, ato që kanë mit në kodër, janë mit, hitë si ka pas gajle, për këto në deti, se ka pas gajle, djaloshin që shta likvidoje, figurën më të rëndësishme në këtë rëfim. Atër vendosi vëllazër, djaloshi t'ja ape një ofertë, ta këshire, mas ju nam të shpëtuti, s'keme mujt me mit. E këtu e shfrytëzoi rastin, pak e shkuptime, nuk du me dalë shumë, mone men, udhëhecit shpesh herë janë glupa, nuk di. Qëtë, si kur tash që atë ndodhë kjo të lovijat e ne, këto janë drejtshllëket më të mëdhoja i bajnë. Tash vetëm me dalë fitimtar, vetëm ti të mshilit të shtëpia, vetëm këto më zdrohen për pushtetit. Kjo në mund vëllazër natyrshmëria e njerit kur e do pushteti me çdo kusht, mundohet apo çdo ofertë që i vjen, apo ata bëjnë një kontraprotestë. A di, tu li far me bë diçka, vetëm milon njerëzit mos me reagu, mos me tregu revolt. Edhe kish ka herë oferta, dozona oferta që ka dhënë djaloshi. E di që diku i tingëllon të ato shumë i të hinë lukave, shka si të folë, po ndëgjënë qërë ofertë i ka dhona. Oferta ka dhona është ti me ardhen edhe me mbyt muë.
Unë e sakrifikona. Mesazhin pse? Se ki djalë tha me një kusht. Me mbledh këtë njerëzit me një hapësirë, edhe në hapësirë ti kemi marrë një shigjet dhe me një shigjet prej shigjetave të djaloshit, edhe kemi thonë Bismillahi Rabbil Ghulam, në emër të Zotit të djaloshit. Tha vetë që ashtu mund është me mi. Për ndryshe, Allahu është duke mbrojt. Lëzër, djaloshi e pat për qëllim që njerëzit të triumfoje sa në më mas e vërteta, që ta dëgjojnë. Atër mbreti vëllazër që thash ishte në këtë rast i cekt, i ullët me fjalë kështu, dhe erdh e mur shigjetën nga djaloshi dhe tha Bismillahi Rabbil Ghulam. Ka orë në transmitimet që të parën herë s'ka dash me thonë me zonë. Ka gjujt, sa dëgju zoni, shigjeta ka ro para kombe të djaloshit. Për të dytën herë edhe njerë ka akat, është mundu që pe ngrit zoni me dëgju, apet dhe në të tretën djaloshja ka bo me isharet, ngrit e zonin që të më godasish. Atër mbreti ka bon Bismillah Rabbil Ghulam, në emër të Zotit të cilin e ka Zot djaloshi. E gjujti edhe e goditi në kryje edhe vdish djaloshi. Dhe Allahu subhanahu wa taala i dha këtij bereqet që ketë për njerë aty me pranu islamin. Ketë për njerë pranu fjalën la ilaha illa Allah, filloj të përhapat. Subhanallah. Cili është mesazhi i kësaj ngjarje vëllazër? Këshirne. Ketë që ki rafim është që ke sakrificë. Me triumfu fjala la ilaha illa Allah, me këta ngritësh, ser që e përdor këtë fjalë, ser ki mu kon nalt, ser që e shkel këtë fjalë, ju bandëm, ser ki mu kon poshtë. Poshtë ke Firauni kur ra në deti, poshtë ke Ebu Gjehli i cili dashti me mbyt Muhamedit a.s. U ju gjujtën dy djalosha dhe mbytën, edhe Abdullah bin Mesudi i njëti për mi qaf, ser kush do me ull fjallën la ilaha illa Allah, ka mu kon poshtë, dhe fjallë Allahut ka mu kon nalt, ser kjo ligji Allahut, lumja i cili është personazh, i cili e ngrit fjallën Allahut, mjeri ai i cili janë personazh, i cili mundohet më kanë në shërbim që me ullë fjallën Allahu te bareke ve taala. Allahu na shpëtof ja Rabbi. E kofshin nga tabori i cili ndihmojnë fjallës la ilaha illa Allah. Djaloshi vdiq, njerëzit e parapën fjallën la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mbreti u trishtu. Këtu ra ajo që i thash parzit glluparia, e cekmja e mbretit dhe i than ata këshilltarët, prej kësaj ne u friksojshmi kjo na goditi. Atër mbreti në shej zemrimi, hidhrimi, nervoze, vendosi me hap hendeqe, gropa të mëdha, dhe i mushta ata me katran, me zjarr, me zejtin, me vaj, dhe vendosi t'i hudhe njerëzit. Kush nuk u kthejke nga feja, nga thënja fjalës la ilaha illa Allah, e hudhke në zjarr. Derisa një nan, dhe me këtu mbaron rrëfimi, e kishte birin e saj në xhi, dhe duke u afru drejt asaj humnere, drejt asaj grope, subhanallah, çfarë ndjenje? Fëmia në xhi ende duke pa fol, pa pas atë të folurit, nana në sheqe u judhim fëmia dashti të vetëm ta thojë thënjen që të shpëton nga mbreti, thojë që ti je Zoti jem, fëmia e heki gojën, gjuhën e ti, buzët e ti, duke thirrë nga xhoksi i nanës dhe i tha, oj nan, hudhën e zjarëm se qëndrën të vërtetën, se ne jemi në hak. Edhe kjo është rëfimi, edhe u hudha e gruaja me nan. Kjo rëfim nuk është vetëm në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa për informim, kjo rëfim është edhe në rëfimet kuranore suratul Buruj, merr në shqip lexone, kaptina El Buruj, aty do ta gjeni rëfimin, po edhe te hadithi i Sahihul Muslim, tash jo tregoj edhe me numër, domthon ata të cilët dëshirojnë me gjetën, kjo hadith është hadithi 3005 te libri Imam Muslimit, domethënë të cilin e kemi. E këtu vëllezër vetëm një ndalje të shkurt, e di që sot e kum tepru pak me minutazh, për arsye se e kum bë vetit fars si vjet 30, 25-30 minuta, e di që e kum ta i kalu, po rrosja ndodhia shumë e madhe dhe jam mundu sa më pak me folën, nga fjalët të mia, jam mundu t'i bi dëshmitë e ngjarjes. Ndalja është ka njëherë njeriu duhet të sakrifikojë vetveten që mu kanën me triumfu e vërteta. Pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam komoditetin e tij e sakrifikoi. Shkoi në Medinë me para vërtetën. Mujke me çndru në Mekke. Ato nuk kishin të i bë kur xha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përkundrazi, ata fillun të stabilizohen. Dhe ishin domon të pajtimit që ai vetëm mos përhapat shumë feja e tij. Se vjen një moment njeriu largohet nga kjo jetë me dëshirën e tij apo pa dëshirën e tij. Mi po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte marrë mbi supet e tij mesazhin e Zotit. Edhe kjo mesazhi,
Kurani nuk është mesazh ndaj individit, xhamator. Domthoni Islami nuk është vëllazër vetë çtu në xhamiun, jo. Islami është edhe ndaj palës tjetër, të cilët nuk besojnë. Islami ja mesazh hynor. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Neve ne duhet m'ia dhonën këtë mesazh edhe Maqedonit, edhe Romit, edhe Turkut, kushtimisht edhe Arabit, edhe krejtve. Ky mesazh nuk është i shqiptarit. Nuk ka vishijoni, ky mesazh është i krejtve. Andaj këtë amanet, këtë djalosh e çojnë në formën më të mirë, e përçoj në formën më të mirë duke sakrifikuar dhe duke fliu vetveten. Ne vëllezër nuk lipet prej neve ndoshta me fliu me vetveten tonë. Prej neve lipat kanë njerë me mësu fejen tonë, me dëgju fjalët e Zotit, me lexu Kur'anin. Fëmijën tonë me bë të dashur diturien dhe me bë të dashur që ai më kon krenar me këtë fe, me ditë që edhe ai një ditë ka me dek, dhe me bë të qartë që me rëndësi është njeriu më kon shërbim të Zotit dhe mi kontribu shoqërisë edhe njerëzve. Edhe lexova pak më herët një shënim. Vëllazër, pa këtë shkuptime, ibadeti dietarit është më i mirë se ibadeti i adhuruesve tjerë. Një njeri i cili e çet sot me pas muslimant një armë e cila i frikson këtë dunjaja është më e mirë se xhamia tona të cilët stërmbushën. Andaj ne duhet këta të insistojmë me pas fëmijët e tonë, të cilët sakrifikojnë, e dojnë diturien, me adosh halalin, me punu, e kjo për neve shka vinë. Që kjo për neve vinë, vëllazër. Me sakrifiku për këtë fejtë, më thonë, ti me fitu dinarin me halal, me e qutë shpia me halal, me a dëshiruj diturien fëmijëve tonë. Edhe për fund, Allah na bëftë të sinqert ja Rabbil Alamin, disa dobi nga kjo ngjarje shumë shpejt, vetëm i ceki, jo kështu me shpjegu. E para, vëllazër, mane men. Tiranat, zullumqarët çdo herë insistojnë që ta kanë të qëndrueshëm pushtetin e tyre, sikur se ndodhi me këtë mbret i cili insistoi me gjetën një magjistrar të arshëm. Dy vëllezër, nga dobia e kësaj ngjarje, kuptojmë që ti je vetëm një numër te njerëzit e tjerë kur nuk je në shërbim të vërtetës. Nuk do të mej se xhurm, asgjë, nuk mej ti si model, a ka një gjali mirë. Jo, ti a ka një gjali keq që e kanë shërbi, e kanë marrë dhe u kry. Tre vëllezër që njeriu duhet me ditën që ai i cili shërbim të keqës, edhe me një fjalë, vëllezër të nderuar, është në palën e të keqës. Edhe i kumcek dhe përsëris rastin e Zhapinit dhe të Buberecit me Ibrahimin alayhis salam. Vëllezër të nderuar, njeri duhet me kishim cëllim tavorje. Këtu, ata të cilët i kanë torturuar besimtarët, Allah i ka cek në suratul Buruj, në ajetin 10, ka thënë Allahu te barek te në Kur'an, innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu alhariq. Ata të cilët i torturuan, i dënuan besimtarët dhe besimtarët, dhe pastaj nuk u penduan, atyre ju takon një vend, një dënim i zjarrt në xhenem, dhe ata e kanë një dënim të zjarrt. Një vend në xhenem edhe një dënim të zjarrt. Allahu na ruaj ya Rabbil Alamin. Djeni që prej asaj shka duhet me kuptu është Allahu e ka bërë tradit, e vërteta ka me triumfu. Këshire ti në cilën palë je, dhe mundohu mu konë sërë palët e vërtetës, për arsye se djaloshi dhe plaku ishin fitimtarët nga ki rëfim. Dhe për fund, lusë Allahu të barë, këtëra që Allahu të nabojt të qëndrushëm në fejnë e tina, Allahu të nabojt për atyre të cilët jemi në personazhet e të vërtetës triumfues, e jo vetëm që të jemi njerëzi dhe numër të cilët na përdorën të tjerët. Allah shpëlbej për ndëgjimin deri në takimin e radhës. Ju përshëndes për përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kërkoj hallallat që sot e zgata pak më tepër, inshallah takojmë me të mira. Assalamu alaikum.